Rikthehemi sot në serinë e predikimeve nga letra e Apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Në kapitullin 2 do lexojmë sot vargjet 6 dhe 7. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu pra ecni në të, duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim, ashtu sikurse u mësuat, duke tepruar në të me falënderim. Jena mësu me vargje më shumë, gjatë predikimeve, sot janë 2 vargje, por kështu i qëndroj mirë ndarjes mësimeve për gjatë gjithë letrës, edhe tema për sot, duke u bazu nga këto 2 vargje, është këshilla e Apostullit Paul për Kolosianët. Këshilla pra, ose thirrja, ose nxitja, për këto 2 vargje na tregojnë nxitjen, thirrjen, e këshillën që Apostulli Paul ka për kishën e Kolosit. E duhet kujtojmë tani, për ta kuptuar kontekstin, duhet kujtojmë se pse e shkroi Apostulli këtë letër. Apostulli shkroi letrën Kolosianëve, i nxitur shumë nga rreziku që e kanoste atë kishë nga mësimet e rreme, nga doktrinat e rreme. Pauli, pasi e kishte dëgjuar për kishën në Kolos nga Epafrai, që ishte një dishepull i Paulit, por që ai ishte themeluesi i kishës në Kolos, kishte dëgjuar për problemet që ata kishin, edhe pse vetë Pauli pra nuk e kishte vizituar ndonjëherë kishën, por përmes Epafrait kishte kuptuar rrezikun që i kanosej asaj kishe. Dhe pasi i ka përshëndetur në kapitullin e parë, pasi ai ka i ka mësu për me doktrinat themelore, kemi pa pra për superioritetin e personit Krishtit, i tregoi, dëshmoi atyre superioritetin e veprës shpëtuese të Krishtit. Tani në kapitullin e 2, tani do merret në mënyrë drejt për drejt me këto mësime të rreme, apo siç i quhen në vargun 8, mashtrimet kota sipas traditës njerëzve, sipas elementave të botës dhe jo sipas Krishtit. Dhe për këtë arsye, në kapitullin e kaluam që ai ishte shumë i shqetësuar për ta në vargjet 1 deri në 5, pra siç ndau vllai predikimin e kaluam, se si ai luftonte në lutje edhe pse ishte në burg, duke dëgjuar për ta, luftonte në lutje që zemrat e tyre të mushloheshin, të qëndronin të bashkuara në dashuri, që të mos gënjehen nga fjalëjoshse. E në ato vargje pam tamam atë zemrën baritore e një udhëheqësi shpirtëror, në fakt një drejtuesi për kishën. Prandaj, tani në vargjet 6 dhe 7, Apostulli Paul ka një këshill shumë të rëndësishme për ta. Ka një nxitje, ka një thirrje që jo vetëm kishën Kolos, të cilin ai ja drejtoi këtë letër, por edhe ne në hirin e Perëndisë, edhe ne sot është një nxitje edhe për ne sot, që duhet t'ia vëmë veshin shumë kësaj këshille. Siç do të shohim pjesën e parë të predikimit, pra vargu 6 do shohim se cila është këshilla e Paulit. Të ecin në Krishtin. Ecni në Krishtin, thot. Kjo është këshilla. E këtë këshill Pauli e jep për t'i mbrojtur, për t'i përgatitur ata për sulm, për mashtrimin, për doktrinat e rreme që e kanosnin kishën. Në pjesën e 2, vargu 7, pra do shohim disa karakteristika për çfarë do të thotë të ecësh në Krishtin. Apostulli Paul do të përgatis kishën Kolos për rreziqet që i sillin rrotull. Kur meditoja mbi këto vargje, në fakt edhe po më kujtohej, shpesh shohim, unë vetë akoma nuk jam prind, po prindërit e shqetësuar shpesh për fëmijët e tyre, çfarë do ndodh me ta kur ata kur mos t'i kenë afër prindërit, pa mos t'i kenë afër dhe meraku i tyre për t'i shmangur nga vështirësitë, nga problemet që mund të përballen. Edhe në fakt gjaja më mirë që mundin me bë është duke i mësuar ata, me i përgatit, me i bogati, që kur të përballen me vështirësi, cilat di qofshin ata, të kenë guximin, të kenë forcën për të qëndruar në vërtetën, edhe për të mos u ndikuar. Kjo është në fakt edhe ajo që Apostulli Paul po bën këtu pra. Për një moment ai nuk merret vetëm për këto 2 vargje, pra nuk merret me mësimin, por merret duke i këshilluar ata për t'u treguar aty se si të bëhen gati për ta përballuar këtë rrezik. E mënyra më e mirë për të mbrojtur nga doktrinat e rreme, thot Pauli, është të jetuarit në Krishtin. Është njohurit
të vërtetën, si që ndau dhe vllai. Pra mënyra më e mirë për të mbrojt nga mashtrimi, nga e pavërteta, është kur ti e njeh të vërtetën plotësisht, edhe je i sigurt në te. Dhe do të kujtojmë se mashtrimi më i madh është gjysmë e vërteta, ose ajo që i afrohet shumë të vërtetës, por ka një pjesë të pavërtetë brenda dhe e prish gjithën. Kjo po ndodhte në kishën Kolos. Është e njëjta këshill dhe e njëjta nxitje edhe për ne sot, që të bëhemi gati, të jemi gati për të përballur me mësimet e rreme të ditëve tona që sulmojnë të vërtetën e Ungjillit të Krishtit. Pra cila ishte këshilla e Paulit, duke u nisur nga vargu 6, që thotë: ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu pra ecni në të. Pra si që thash, në një moment, Pali nuk përqendrohet më te rreziku, por në vetvete për të përgatitja e tyre për të përballur me këtë rrezik. Dhe Pali u bën një thirrje besimtarve që të vazhdojnë të ecin në Krishtin në përputhje pra ashtu si, pra në përputhje me mësimin e shëndosh që e kishin marrë dhe që i kishte quar ta pra, kishin marrë më përpara mësimin e vërtet, siç i siguroi në kapitullin 1 pra që kishin marrë ungjillin e vërtet, ishte i njëjti ungjilli ju tha, që ju keni marrë nga Epafrai, dhe të kenë pra të vazhdojnë të ecin Krishtin sipas këtij mësimi, sipas këtij ungjilli. Ata e kishin marrë fjalën e të vërtetës së ungjillit nga Epafrai dhe apostulli po ju kujton atyre pra këtë vërtet. E folja këtu marr pra ka kuptimin e marrjes të një të vërtete përmes përcjelljes fjalës. Pra, në këtë rast, marrjen e ungjillit, fjalës të ungjillit, i referohet për afru, pra i referohet traditës hyjnore. Pra duke qenë si thash në vargun 8, ai do ta vendosin në kontrast me traditën njerëzore, edhe ai thotë e keni marrë pra një traditë hyjnore apo një mësim që ju është dhënë natyre nga Epafrai. Dhe Epafrai vetë e kishte marrë nga Pali, sepse edhe është e njëjta folje këtu është e njëjta folje që apostulli Paul përdor tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 15 tek vargjet 2 dhe 3, kur thotë sepse ju kam transmetuar para së gjithash ato që unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona si bashkëimi pra dhe tregon ungjillin. Përdor pra këtë kuptimin e marrjes së një tradite hyjnore në këtë rast, pra një mësimi për ta përballur me traditat njerëzore, pastaj që do flas në vargjet më tej. Ai po ju kujton besimtarëve në Kolos, pra ashtu siç e keni marrë Krishtin, që ata që kanë dëgjuar pra momentin, ju kujton atyre momentin që ata kanë dëgjuar ungjillin e vërtet, e kanë marrë atë dhe e kanë besuar atë. Ai po ju kujton, në fakt, po ju kujton atyre ardhin e tyre në besim. Pali po ju thot që ashtu si që keni marrë atë ungjill, kujtojeni ashtu si që keni marrë, ashtu që ndroni në të. Në momentin kur Perëndia na ka rilindur vëllezër motra dhe kemi besuar në Krishtin, ne kemi marrë Krishtin Jezus Zotin, si që thot edhe apostulli këtu. Nuk kemi marrë thjesht disa mësime të mira nga Jezusi, disa mësime jete, disa urtësi që mund t'i përdorim në jetën tonë. Apo nuk thjesht ne kemi besu tek një profet që ka ardhur për të na sjellë disa fjalë nga Perëndia, por kemi marrë Krishtin Jezus Zotin. Vini re këtu se si Pali përdor fjalët Krishtin Jezus Zotin. Përdor 3 fjalë. Ai e bën me vetdije këtë, për t'ju kujtuar kolosianëve se ata e kanë marrë Krishtin në plotësinë e tij. Ata nuk e morën thjesht si Jezus, apo thjesht si Krisht, por e morën të plot. Ata e morën atë si Krishtin, si Mesijan, që do më thanë pra, si të vajosurin, atë që përmbushi profecit e dhjatës vjetër, po ju thot atyre, ju këtë keni marrë. Ata e morën atë si Jezusin e Nazaretit, një person historik, edhe pse ata nuk e kishin takuar ndonjëherë Jezusin, fakt, besimtarët në Kolos. Por po ju thot atyre, ai është një person i vërtet, real, historik, Jezusi i Nazaretit, i cili ishte mëshiruar, jetoi mes njerëzve të tij.
Jezus do të thotë Perëndia shpëton. Pra ata ai po ju thot atyre ata, pra ju e keni marrë atë si shpëtimtarin tuaj, si vetmin e të cilin ka shpëtim. Siç na thot Veprat 4:12 për të na kujtuar ne, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që është dhënë njerëzve me anë të cilit ne do të shpëtohemi. Apostulli Pauli kujton atyre gjithashtu se ata nuk e morën Jezusin thjesht si një përmbushje profecie apo thjesht si një shpëtimtar, si një njeri, po ata e morën atë edhe si Zotin e tyre. Kjo dëshmon autoritetin që Jezusi duhet të ketë në jetën e tyre. E Pauli ju kujton gjitha këto për Jezusin, të kujtojmë pra, rikthejmë pra, ju kujton gjitha këto për Jezusin, si tham fillim, për ti përgatitur, për të kundërshtuar gjitha herezit dhe mashtrimet që kishin hyrë në kishën e Kolosit. Ne i dim disa prej tyre, do t'i themi pra, judaistat nuk e pranonin natyrën e tij hyjnore. Nuk pranonin se Jezusi, pra e pranonin ndoshta si figurë histori, por nuk e pranonin që ai mjafton për t'i shpëtuar ata, pra duheshin tradita, duheshin celebrimet. Të tjerë nuk e besonin mishrimin, pra kishte rrymë të tjera, mësime të gabuar që nuk besonin që Jezusi kishte ardhur në një trup fizik, pra ishte një frymë patjetër, po jo një person fizik që ishte dukur atyre, pra kishte mësime dhe gabuara plotësisht. Dhe ai po ju kujton atyre se ju e keni marrë Krishtin të plot, pra. Pauli po ju thot atyre, kujtojeni atë moment kur ju e morët Jezusin, pra në fund si Zotin tuaj. Sa mirë është vëllezër mota që her pas here ne t'i rikthehemi atij momentit kur u kthyem besim, kur e morëm Krishtin si Zotin ton. Kujtojeni kur e dorëzuat jetën tuaj në duart e tij. Kujtojeni paqen, sigurinë që keni ndjerë në duart e shpëtimtarit. Tani është e lehtë ta kujtojmë dhe ta pranojmë se ai është shpëtimtari ynë. Shpesh harrojmë, e ndoshta nuk e duam atë si Zotin ton, por duhet të dini, kjo është shumë e rëndësishme, duhet të dini vëllezër motra se ai nuk mund të jetë shpëtimtari ynë nëse ai nuk është Zoti ynë. Nuk mund të jetë, Jezusi nuk mund të jetë shpëtimtari jot nëse ai nuk është Zoti jot. Ai nuk vjen me copa, ai vjen pakete plot. Pyetja që do t'i bëjmë vetes, pra, duke u nis nga kjo është se a kemi marrë Jezusin si Zotin ton? Mos e duam atë thjesht si një shpëtimtar, por jo si Zotin e jetës tonë. Ai je nënshtruar autoritetit të tij si Zot. A ke marrë Krishtin Jezus Zotin jetën tonë? Nëse po, atëherë ashtu siç e ke marrë, ashtu ec në të, thot Pauli. Mos ndrysho rrugë, mos ndrysho bindje. Marrja e Krishtit është fillimi i jetës tonë, është fillimi i ecjes tonë besim. Kjo tregon që jeta e krishterë, pra, por ne dim që jeta krishterë nuk përfundon në momentin kur njeriu e merr Krishtin, por aty fillon një jetë e re që duhet vazhdojë çdo ditë. Pra, folja ecni lidhet me jetën tonë të përditshme, është e vazhdueshme me sjelljen tonë si besimtar në jetën tonë të përditshme. Apostulli po i përgatit para kolosianët për rrezikun që ju kanose, duke ju thënë se mbrojtja më e mirë kundër këtyre mashtrimeve është që të vazhdosh të ecësh në Krishtin, të ecësh në të vërtetën. Kjo është mbrojtja më e mirë përkundër çdo mësimi të gabuar, përkundër çdo dyshimi, përkundër çdo sfide apo vështirësie. Po çfarë do të thotë të ecësh në Krishtin? Të ecësh në Krishtin do të thotë të jetosh në bashkim me Krishtin, ta ndjekësh Jezusin, duke bërë atë që ai bënte, të ecësh krah për krah me të. E këtu nuk flitet për një bindje thjesht, pra që unë e besoj, jam i bindur që mësimet e tij janë të mira, por flitet për një bindje më të thellë që ndikon jetën tonë. Këtu flitet për një jetë që modelohet sipas Krishtit. Karakteri ynë duhet formsohet sipas karakterit të Krishtit. Ai është modeli ynë. Ai është
idhulli që duhet t'i gjajmë, influencusi i gjithë vendimeve tona, më i madh në jetën tonë. Besimtarët e krishterë, vëllezër motra, janë njerëz që ndjekin Jezusin. Duan ta kënaqin atë. Nuk duan të ndjekin shembuj të tjerë që nuk ndjekin Jezusin. Nuk duan të kënaqin njerëz të tjerë, por duan të kënaqin Jezusin. Patjetër është një rrugtim. Patjetër ka vështirësitë e veta. Pasi ne akoma jemi në mish, e kemi vështirë t'i ngjajmë atij plotësisht. Por kjo, të ecim në Krishtin, t'i ngjajmë Krishtin, duhet jetë aspirata jonë më e lartë. Qëllimi i ecjes tonë në botë. Edhe kur bijem, edhe kur nuk po ecim me të, duhet të kujtojmë atë që kemi marrë në Krishtin dhe të ringrihemi në të. Kjo është mbrojtja më e mirë për shpirtin tonë, për jetën tonë. Pa i ndryshuar bindjet tona, pa u ndikuar nga filozofitë e botës apo dëshirat tona të momentit. Romakët 8:4 thotë, nuk ecim sipas mishit, por sipas frymës, duke u rritur në shenjtëri, duhet ecim siç ai në dashuri, në urtësi dhe në shenjtëri. Pyetja duhet i bëjmë vetes është, apo ecim në Krishtin? Po çfarë do të thotë të ecësh në Krishtin? Tani do shohim pjesën e dytë, pra në vargun 7 do shohim, unë kam ndarë aty 4 karakteristika pra se çfarë do të thotë të ecësh në Krishtin. Vargu 7 thotë, duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim, ashtu sikurse u mësuat, duke tepruar në të me falënderim. Së pari, thot pra duke u rrënjosur në Krishtin, duke lëshuar rrënjën të. Apostulli përdor metaforën e një peme, që lëshon rrënjët e saj një tokë të mirë, që në këtë rast është Krishti. Ashtu si pema ushqehet nga toka dhe merr prej saj për gjitha vlerat ushqyese, ata që i nevojitet për jetë, për ushqim, për rritje, po kështu i krishteri është i rrënjosur në Krishtin, i cili është një burim i jetës tonë, i rritjes tonë, i ushqimit të shpirtit tonë. Kjo rrënjosja në Krishtin tregon marrëdhënien, lidhjen e thellë dhe të qëndrueshme që duhet kemi ne në Krishtin. Nëse po kërkon, këtë po kërkon në fakt edhe apostulli Paul nga Kolosianët, që të kenë një marrëdhënie personale të thellë me Krishtin. Të qenit një rrënjosur në Krishtin do të thotë që besimtari nuk do të jetë i cekët dhe i paqëndrueshëm. Rrënjët e thella e mbajnë një pemë të qëndrueshme. Në njëjtën mënyrë besimtari që është i rrënjosur në Krishtin ka një themel të fortë. Kjo është shumë e rëndësishme për të rikujtuar, pra pse po i shkruajmë po i thotë rrënjosuni në Krishtin, sepse kështu do jeni të qëndrueshëm përballë gjitha mësimeve, doktrinave të gabuara, vështirësive, sfidave. Për t'i bë ballë një stuhije, një pemë po themi, pra për t'i bë ballë një stuhije të fortë, gjëja më mirë është me lëshu rrënjë sa më shumë. Edhe zakonisht pemët që kanë rrënjë sa më të mëdha, kur ndodhin stuhija sa do të mëdha, qëndrojnë tyre. Prandaj është shumë e nevojshme që të jenë të rrënjosur mirë në Krishtin. Së dyti, ecësh në Krishtin do të thotë se je duke u ndërtuar në Krishtin. Nëse rrënjët tregojnë themelet tona pra në Krishtin, ndërtimi tregon pjesën sipër, tregon rritjen tonë në Krishtin. Veprat e apostujve 20:32 thonë, dhe tani o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit tij, që është një gjendje që u ndërtoi dhe t'u jap trashëgim në mes të gjithë shenjtruarve. Rritja në Krishtin është lidhur me fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është ajo që e ndërton besimtarin. Por ndërtimi nuk lidhet vetëm me njohjen e fjalës. Ajo duhet merret në mendje, por gjithashtu edhe të jetohet. Pra, të rritemi në fjalë, të rritemi në Krishtin nuk do të thotë thjesht ta marrim në mendje fjalën e Zotit, por edhe të bindemi, ta jetojmë jetën, fjalën.
Besimtari, por së pari, ai duhet ta njohë fjalën, duhet ta njohë vullnetin e Perëndis, që pastaj edhe t'i bindet asaj. Prandaj vëllezër motra, është shumë e rëndësishme që secili prej nesh të kaloj kohë duke u ndërtuar në fjalën e Zotit. Kaloj kohë duke e lexuar atë, duke medituar mbi të. Duke të vështirë për të kaluar kohë shumë fjalën e Zotit, sepse duke pas parasysh jetën tonë të shpejt, se sa ndikohemi plot me shpërqendrime, se sa shpërqendrohemi. Duke të pamundur, shpeshherë, të kalosh shumë kohë në fjalën e Zotit, të ulësh veten, të t'jesh kështu plotësisht i shpërqendruar, dhe t'jetë vetëm fjala e Zotit në mendjen tënde, mos kesh merakun, jo puna, jo jeta, jo shtëpia, jo gjanat e tjera. Duket e vështirë, por ajo është e vetmja mënyrë që ne të ndërtohemi. Patjetër unë besoj dhe e di që duke filluar nga vetja, dhe të parë, harxojmë shumë kohë me gjëra që nuk na ndërtojnë. Madje na rrënojnë. Koha që kalojmë në rrjetet sociale për shembull, në aktivitetet pa nevojshme ndoshta që në vend se të na ndërtojnë, na largojnë, na shmangin, na marrin gjithë vëmendjen, na marrin energjitë, na dëmtojnë në rritjen tonë. Tani pjesë e rëndësishme, gjithashtu, përveç fjalës pra, që lidhet edhe me fjalën, një pjesë e rëndësishme e rritjes tonë Krishtin, është edhe të qenit pjesë në kishën e tij. Te letra parë e Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 11, apostulli Paul shkruan: "Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu sikur edhe e bëni." Prandaj është shumë e rëndësishme, ndau dhe vllau para, prandaj thash shpresoj ta keni mbajtur mend. Është shumë e rëndësishme të bëni pjesë e takimeve, shërbesave në kishë. Prandaj këmbgulim her pas here, i ftojmë, ju thirrim, bëni pjesë, merrni pjesë. Janë shumë të rëndësishme që pasi kisha na ndihmon për ndërtimin tonë në Krishtin. Lutja, leximi, studimi i fjalës, koha e ndarjes, janë mjete hiri që Perëndia i ka dhënë për ta ndërtuar kishën, për të na ndërtuar ne në Krishtin. Kjo është fakt edhe arsyeja pse e quajmë studimin e Biblës rritje. Ndërtim do të thonë rritje. Për këtë arsye. E nëse duhet vim me qëllimin, ky duhet të jetë qëllimi i ardhjes tonë, gjitha këto shërbesa, qofshin ato kryesore, po dhe të tjerat. Pra, të jetë qëllimi jon, të jetë kjo, vim me qëllimin që të ndërtohemi, të rritemi në Krishtin. Dhe një pyetje që duhet i bëjmë vetes në këtë moment është: apo i përdorim ne këto mjete hiri për të ndërtuar në Krishtin? Apo vim, apo marrim pjesë? A i kemi prioritet? Vëllezër motra, asnjëherë nuk do të rritemi në Krishtin nëse nuk e bëjmë spari prioritet jetës tonë këtë. Të rritesh do punë, do përkushtim. Ata që janë marrë me bujësi e di një pemë, sa do e vogël, sa do punë, do ta mbjellësh, ta uvitesh, ta gjosh kohë. Patjetër imagjino tani të rritesh si një individ, një person. Shumë e rëndësishme. Prandaj dhe apostulli Paul i këshillon kolesianët, por edhe ne sot, sepse e di se kjo rritja në Krishtin na përgatit, është një mënyrë për ta përgatitur ne për të përballë me situatat e vështira. E një besimtar i panërtuar, mirë, bëhet lehtësisht prej e mashtrimeve, e mësimeve të gabume, e doktrinave të rreme. Bie prej influencave të ndryshme. Është si një fëmijë. Apostulli Paul përdor, pra thot, është si një fëmijë dhe fëmia ka një jetë kollaj. E dini. Prandaj është shumë e rëndësishme të rritemi. Së treti, të ecësh në Krishtin do të thotë se je duke u forcuar në besim në Krishtin. Ashtu sikur u mësuat, thot apostulli. Kjo në fakt është si një rrjedhoj
e dy të parave, e rrënjosjes dhe ndërtimit. Pra kur ti je i rrënjosur në Krishtin, ndërtohesh në Krishtin. Ti je duke u forcuar në besim. Pra apostulli po ju thotë që duhet vazhdojmë. Pra duhet vazhdojmë t'i zëmë besë Krishtit. Ashtu si që besuam, ashtu si që keni zënë besë kur morët ungjillin në fillim. Madje, tashma, për shkak të ndërtimit që kemi pas në Krishtin, besimi ynë është më i forcuar. Ne i zëmë besë më shumë, është më i lidhur me të. Sa më shumë që ne njohim, sa më shumë që ecim në Krishtin, aq më shumë i zëmë besë atij, i bindemi atij. Por është shumë e rëndësishme që ky besim mos jetë një besim ndryshe nga ai që kishit në fillim. Është i njëjti sepse nuk është një besim ndryshe, është i njëjti sepse është i njëjti objekt i besimit tonë, është Krishti. Vetëm se tash për shkak të rritjes marrëdhënies tonë në Krishtin, ky besim është bërë më i thellë, më i fortë, i zon besë më shumë. Forcimi i besimit në Krishtin do të thotë të themelohesh mbi të vërtetën e tij, të rritesh në njohurinë e fjalës, pra siç thash, vetëm duke njohur të vërtetën mund ta kuptosh dhe mund të mbrohesh nga e pavërteta. Prandaj Pauli nxit besimtarët në Kolos që ecin në Krishtin, duke u forcuar në besimin e tyre në të. Patjetër, nuk duhet harrojmë se gjitha kjo është një vepër e frymës së shenjtë. Ajo na aftëson të dallojmë të vërtetën nga mashtrimi. Përmes ndihmës së frymës, ne mësojmë të kuptojmë shkrimin, kuptojmë doktrinën e shëndosh dhe mbështetemi me vetdije pastaj në Krishtin. E së katërti, të ecësh në Krishtin do të thotë se je duke tepruar në të me falënderim. Mirënjohja është dëshmia e një zemre që ka ecë në Krishtin. Një frymë falënderimi është shenjë e një pjekurie krishterë. Është dëshmi e një zemre që është rrit në Krishtin. Është dëshmi e një zemre që ka shiju bekimin e të qenurit në Krishtin. Falënderimi dhe lavdërimi, vëllezër motra, është i vetmi reagim që ne mund t'i japim Krishtit për gjithçka që kemi marrë në ta. Një zemër mirënjohëse është një zemër mos mirënjohëse nga ana tjetër. Është një zemër që është ekspozuar shumë ndaj dyshimeve. Çka ka këtu, mos është diçka ndryshe, sepse është një zemër që nuk po gjen aty, nuk është mirënjohëse, kur nuk jenë mirënjohës ndaj Perëndisë, ndaj Krishtit, e ke shumë vështirë, sa jetë një zemër dyshuese, gjithkohën duke dyshu, edhe ekspozohesh në fakt më lehtë ndaj mashtrimeve. Është një zemër në rrezik. Është një zemër e lëkundur. Ecja në Krishtin është një rrugtim që e gëzon zemrën e besimtarit. Sjell bekime në jetën e tij, i jep atij siguri, gëzim, paqe. Prandaj dhe një zemër që e ka përjetu këtë, ka përjetu ecjen në Krishtin, nuk mund bëj asgjë tjetër përveç se ta falenderoj Perëndin. Por nëse akoma nuk e ke marrë Krishtin, Jezusin, si Zotin tënd, duhet dish se je në një rrezik të madh për shpirtin tënd. Bibla na mëson që një zemër që nuk e ka marrë Krishtin është e skllavëruar nga mëkati. Është plotësisht në ndikimin e të pavërtetës e mashtrimit të mëkatit. Zemra jote është ekspozuar ndaj ndikimit që ka mëkati. Prandaj thirrja e Ungjillit Jezu Krishtit është pendohesh për mëkatet e tua dhe të besosh Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd. Ai vdiq për mëkatet tona, thot fjala e Zotit, u varros dhe u ringjall tretën ditë. E me ringjalljen e tij, ai e mundi vdekjen dhe na çliroi nga mëkati. Por gjithashtu na çliroi nga skllavëria e mëkatit, nga ndikimi, influenca që mëkati ka në jetën tonë. Fjala e Zotit thotë do ta njihni të vërtetën dhe ajo do t'ju bëjë të lirë. Krishti është e vërteta. E për gjithë ata që e kanë marrë Krishtin Jezus si Zotin e tyre, dua t'ju bëj një thirrje që të ecni në të, duke u bazuar në këshillin e Paulit, në fakt, ecni në të. Vëllezër motra, duhet jemi koshient dhe vigilent
për një luftë të madhe shpirtërore që bëhet përreth nesh, që bëhet nga I ligu për të rrëmbyer mendjen dhe zemrën e çdo njeriu. Ditë natë do ta influencoj, do ta ndikoj, do të shpik rrena, mashtrime, doktrina të rrena, mënyra si që të na largojë, të na shmang vëmendjen tonë nga ecja jonë në Krishtin. Në kjo ndodh sepse doktrinat dhe mësimet e gabuara s'pari dëgjojnë, por mund të ndikojnë në bindjet që ne kemi. Dhe pastaj kur ndikojnë bindjet tona, ndryshoj sjellja jonë. Ky ishte miraku I palit për Kolosianët. Dhe ky është miraku për çdo besimtar, për çdo kish në gjithë historinë, derisa të vi Krishti, si tha vaj. Dëgjojeni këshillin e palit, zbatojeni atë, ecni në Krishtin. Amen. Le të lutemi. O Ati dashur, ne t'jemi mirënjohës, t'jemi falënderues për Krishtin Jezus, për Zotin ton. Falënderit që nuk na le të ecnim në sllavrinë e mëkatit, pa drejtësinë tonë. Falënderit që na rrënjosin Krishtin. Falënderit që na ndihmon të ndërtohemi në të nëpërmjet fjalës tone. Falënderit që na ndihmon të bindemi Atij. Na e forco besimin tonë, Perëndi, kjo është lutja jonë. Na e forco besimin tonë dobët. Ti besojmë Krishtit më shumë, ti besojmë planit tanë sovran. E mos lejo që mendja e zemra jonë të bjerë prej e mësimeve të gabuara, që të cënojnë autoritetin e Krishtit si Zoti jonë. Në emrin e Birit tanë ne lutemi. Amen.